3 herë u dënua me 15 vjet burg nga gjykata themelore në Prizren. 3 herë vendimi u konfirmua nga gjykata e apelit. Supremja 2 herë e ktheu rastin në rigjykim. E herën e tretë, Ilir Haxhiaj, i akuzuar që e rrohu deri në vdekje bashkëshorten e tij Hatiye Dina, u shpall i pafajshëm nga gjyqtarët e Supremës, pra Ilir përfundimisht. Megjithatë, i gjithë procesi është zhvilluar me shumë pikpyetje, të cilat ende nuk kanë marrë përgjigje të konfirmuar me siguri të plotë. A kërceu nga vetura si pasojë e dhunës Hatiye Dina, apo Ilir Haxhiaj e kishte nxjerrë nga vetura duke ushtruar dhunë deri në vdekje? 2 ekspertiza që bie në kontradikt me njëra tjetrën, shumë dëshmi për dhunë të vazhdueshme në familje dhe një kafe të cilën i akuzuari e kishte pirë në shtëpi derisa bashkëshortja po luftonte me jetë brenda veturës. Gazeta Nacionale për javë të tëra ka hulumtuar dosjen e gjithë rastit dhe sjell detaje. Për rreth 23 vjet jetë bashkëshortore në mesin e 10 rasteve që përjetoi dhunë nga bashkëshorti, 31 maj e vitit 2019 ishte fatal për Hatiye Dinën. Rruga që e bënte për të shkuar te familja e saj në Ravec do të mbetej vendi ku ajo do të merrte plagët që ja morën edhe jetën. Sipas aktakuzës së prokurorisë në Prizren me datë 31 maj, Ilir Haxhiaj e kishte marrë bashkëshorten e tij për ta dërguar te familja e saj. Për çat rrugës e ndal veturën dhe fillon të ushtrojë dhunë duke ja përplasur kokën për asfalti tashmë të ndjerës, duke i shkaktuar plagë vdekjeprurse. Rrëfimi të akuzuarit dhe i mbrojtjes së tij ishte i ndryshëm. Sipas tyre, Hatiye Dina kishte kërcyer vetë nga vetura duke përplasur kokën në tokë. Dëshmitar okular nuk ishte, as kamera në vendin e ngjarjes jo. Pavarësisht se u lirua, janë 4 pyetje e dëshmi të forta që ngren dilema për këtë rast. E para është dhuna që dyshohet se Ilir Haxhiaj kishte ushtruar ndaj Hatiye Dinës në ditën e ngjarjes. Kjo fotografi e siguruar nga Nacionale dëshmon mavijosjet në trupin e të ndjerës dhe të gjitha shenjat e tjera si pasojë e dhunës. Në ditën që ka ndodhur ngjarja, në këtë dokument është deklarata e djalit të Hatiye Dinës, i cili rrëfen se qysh kishte parë gjak në afërsi të bunarit. Madje thekson se vendin e ngjarjes e kanë fotografuar edhe policët, ama këto fotografi kur nuk u paraqitën në gjykatë. Në këtë raport të parë të policisë që e ka siguruar Nacionale, dëshmohet se qysh oborri kur kanë shkuar policët ka qenë i lagur. Pra, familja Dina edhe më tutje ka dyshime që gjurmët e krimit janë munduar të fshihen. Dhuna ndaj Hatiye Dinës ka qenë e vazhdueshme. Këtë e ka dëshmuar djali i saj në këtë proces verbal të gjykatës, madje edhe me raste të paraqitura në polici. E ka dëshmuar edhe vëllai të ndjerës, madje e ka pranuar edhe vetë i akuzuari Ilir Haxhiaj. E dyta dhe më e rëndësishmja në krejt këtë rast ka qenë nëse Ilir Haxhiaj rrugës e nxjerri bashkëshorten nga vetura dhe e rrohu deri në vdekje, apo Hatiye Dina kërceu vetë. Nacionale ka siguruar disa ekspertiza që dëshmojnë kontradikta të thella. Njëra prej tyre është ekspertëve mjekoligjor të cilët në këtë dokument thonë se Hatiye Dina nuk përjashtohet mundësia që të ketë rënë vetë nga vetura. Më vonë, doktori që e ka bërë autopsin Flamur Blakaj thotë se me besueshmëri të lartë ajo ka rënë nga vetura. Megjithatë, edhe në gjykatë nuk ka treguar se çka dallojnë lëndimet e goditjes me mjet të fortë me ato të rënjes nga vetura apo përplasjes. Ne i kemi dërguar pyetje ekspertit Blakaj, por ai nuk ka kthyer përgjigje për të kuptuar më shumë se si kishte ardhur në këtë përfundim. Po tentojmë që ta thërrasim edhe sot. Ne nuk e kemi princip me u deklaru, se ne jemi deklaru në gjykat edhe në prokurori. Gjitha shkresat, gjitha ekspertizat, edhe këshyrja vendit në ngjarjes, gjitha janë në dosje të gjykatës. Krejt të kundërtën e thot ekspertiza tjetër nga eksperti trafikut Ejup Çehaja. Në këtë dokument thuhet se nuk ka pasur asnjë mundësi që e ndjera të ketë rënë nga vetura, sepse nëse do të binte, trupi do të rrotullisej, çka në këtë rast nuk ka ndodhur. Sipas kësaj ekspertize, në rrugë nuk ka pasur as shenja frenimi, çka është gjëja e parë që e bën dikush kur një person tjetër kërcen nga vetura. Në mes të këtyre 2 raporteve hyri një përgjigje nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike. Të njëjtit konstatuan se ky rast nuk mund të trajtohet si aksident trafiku, andaj nuk është kompetencë e ekspertëve të japin konstatime. Bazuar në këtë përgjigje të fakultetit, Gjykata Supreme vendosi ta hedhë poshtë ekspertizën e ekspertit të trafikut Ejup Çehajës dhe ja fali besimin e plot ekspertizës mjekoligjore. Si rezultat,
kryesisht me fjalinë nga ekspertiza mjekoligjore që thot, me besueshmëri të lartë mund të ketë rënë nga vetura, Supremja vendosi ta shpall të pafajshëm të akuzuarin. Sikur Hati Edina të kishte kërcyer nga vetura, asnjë shkollë e gjykatave nuk i ka marrë përballë rrethonat dhe shtytjen për ta kryer këtë veprim, e që në këtë rast ka qenë dhuna e vazhdueshme siç dëshmohet në komplet dosjen e lëndës. Nacionali ka dërguar pyetje në adresën e Gjykatës Supreme për të marrë më shumë përgjigje rreth të gjithë këtyre dilemave, por nuk ka marrë përgjigje. Familja e Hati Edinës ka dërguar një reagim në adresën e Nacionales dhe po e lexoj të plot. Çfarë arsyetimi me thonë? Thuaj asoj gjykate, a e kishe bërë ti një gjë të tillë? Me ra prej kerrit veta? Kjo nuk është as pak të vërtet. Hati Edina nuk ka rënë nga vetura asesi. Atë i akuzuari e ka marrë në fillim në shtëpi, pastaj rrugës për ta dërguar në Ravec, i akuzuari e ka qit jashtë me dhunë. Për këtë jemi 1.000.000% të sigurt, sepse ajo nuk i kishte bërë kurrë veprim të tillë, me lanë fëmijët vet e me kërcy nga vetura. Qysh ndihen fëmijët kur prindi nuk e ka marrë dënimin e merituar? 3 herë gjykata e shpolli të fajshëm me krejt provat, e tash herën e tretë të pafajshëm sepse ja kanë mbush gushën pare. Aty çdo herë ka pas dhunë në familje, çdo herë. Nuk e dim se një ditë ka qenë e mirë në atë familje. Frasja, edhe ndoshta ka qenë e planifikuar sepse ai gjithmonë i ka thënë që do të mbys. Normal që dhimbjet shtohen sepse drejtësia s'ka shku ç'sh duhet. Nëse ajo kish rënë nga vetura, trupin me krejt shenja nuk e kish pas. I akuzuari ka ushtruar dhunë të shtëpia, e ka lënë aty dhe pastaj duke e dërguar në Ravec, e ka lënë në fshatin Samadrag. Aty e ka nxjerr nga vetura, e ka ngrirë zharg edhe i ka mshu kokës për asfalti. Ndryshe s'ka shanca kjo me ndodh. Ne jemi të bindur se fajtor është bashkëshorti. Të njëjtin qëndrim e mbështet edhe avokati i familjes Zahir Hamza. Ky i fundit ka theksuar se që nga fillimi i procesit ka pasur probleme në funksionimin e institucioneve. Atij i është mohuar e drejta e thirrjes së disa dëshmitarëve, por edhe e ekzaminimit të telefonëve. Sipas avokatit, pasi ka pasur kontradikta mes 2 ekspertizave, do duhej të bëhej një super ekspertizë. E në anën tjetër, avokati Ilir Haxhiajt Shkëlzen Sopjani ka deklaruar për Nacionalin se me vendimin e Gjykatës Supreme është konfirmuar ajo që ai thotë e kanë thënë prej fillimit. Sipas tij, rasti ishte fatkeqësi ku Ilir Haxhiaj nuk kishte asnjë përgjegjësi. Kurse prokuroria e Prizrenit vetëm e ka konfirmuar që do ta respektojë vendimin e Supremes. Asgjë më shumë. Fakti i tretë, dëshmit e vet Ilir Haxhiajt dhe djalit të tij që e kishte me një grua tjetër, dëshmojnë kontradikta të thella për ditën kritike. Në këtë dokument, djali i tij me inicialet J.H. thot se e ka parë njëkën e shtrirë në veturë, pra jo ulur, mirëpo të shtrirë, çka nxiste dyshime për gjendjen shëndetësore të saj, përderisa Ilir Haxhiaj në këtë dokument tjetër thot se gruaja e tij ka qenë e ulur. Ka diçka edhe më fatale. Në këtë dokumentin tjetër, Ilir Haxhiaj e thot me gojen e tij që pas ngjarjes tragjike u kthye në shtëpi, e la bashkëshorten e tij në veturë, hyri në shtëpi, e përgatiti një kafe, e piu kafen, përderisa Hati Edina po luftonte me jetë në veturë. E më pas, i ron ndërmend që ta dërgonte në spital. Një tjetër provë e rëndësishme konstatuar nga gjykatat e tjera del se u anashkalua në vendimin përfundimtar. Nacionali ka siguruar raportet e plota të policisë së Kosovës, fotografit nga vendi i ngjarjes dhe vizatime teknike që dëshmojnë ku është gjetur trupi dhe ku janë gjetur provat e tjera. Bashkë në vendin ku ishte vetura, ishte edhe trupi i Hati Edinës. Sipas ekspertizës së trafikut, nëse ajo do të kërcente nga vetura në lëvizje, kjo do të ishte e pamundur, kurse në të njëjtin vend janë gjetur gjurmë të gjakut dhe çime të flokëve të ndjerës. Sipas gjykatave të shkollëve tjera që e dënuan Haxhiajin, çimet e flokëve u kapën në gjak gjatë goditjeve për asfalti. Bazuar në raportet e policisë së Kosovës, shihet rruga ku ka ndodhur ngjarja, shihen njollat e gjakut në rrugë, çimet e flokëve në të, çka kishte përforcuar dyshimet se ndjera ishte goditur fizikisht me kokë për asfalti. E në fotografitë e tjera të veturës, e cila është shfrytzuar në këtë rast, shihen njolla të gjakut pothuajse në të gjitha ulësit e pasme. Policia ka gjetur edhe një boks të hekurit, kaçavit dhe çekan. Duke marrë përballë këtë citat, pyetja që ngre familja në këtë rast është një dhe e vetme. Si është e mundur që një element kaq thelbësor siç pretendon Gjykata Supreme nuk e vërejtën 10 gjyqtarë të tjerë të shkollës së parë dhe të apelit, ku të gjithë konstatuan vendimin e fajësisë. Edhe nëse kërceu nga vetura Hati Edina, a e bëri nga dëshira apo nga dhuna? Pse nuk i ofrua ndihma e parë me kohë nga bashkëshorti i saj? Pyetje që familja Dina nuk i ka marrë përgjigjet, dhe jo vetëm. Një jetë e humbur, një gjak i tharë pa drejtësi.